Rruga kryesore e lagjes Uznov në dalje të qytetit të Beratit prej vitesh është lënë në mëshirë të fatit. Rruga kryesore e kësaj zone, siç duket edhe nga pamjet, është shkatruar në të gjithë gjatësinë e saj, e mbushur me gropa, pa trotuare dhe ndriçim. Mjetet çarkullojnë me vështirësi, ndërkohë që në ditët të merreshje situata bëhet më e rënduar. Drejtuesit e mjeteve dhe banorët ankohen se prej vitesh është premtuar ndërtimi i rrugës në këtë aks, por asgjë nuk është bërë. Është gjendje kritike. Gjendja është shumë e keqe. Bës njëra autobuset e urban që vjen fëmija, bjen autobusi, vritet. Kjo rrugë është skandaloze. Na kanë premtuar vinë fushatat, do vinë, do bet, edhe kjo ka 20 vjet nuk ka vendosur fare. Kush ka ardhur 18 kanë ardhur, kanë ikur dhe vinë dhe ikin dhe nuk shkojnë me gjë mbrapa. Prandaj neve nga të gjithë, kush do qof, nga i madhi deri te i vogli, kjo rrugë çojnë fëmijët në shkollë, në kopësh, i çojmë çdo ditë. Edhe dalim që ne tortuar siç e shikoni vetë, rruga nuk ka asnjë janë. Është top fare. Janë rreth 70 kilometër rrugë që lidhin Beratin me bashkinë e Çorovodës, pjesës së cilës është dhe rruga e lagjes Uznov, e cila ndodhet krejtësisht në mëshirë të fatit dhe për këtë nuk shqetësohet askush.